Përsëri bashkë në studio të nderuar shikues, siç e njoftova në nisjet e emisionit, me mua në studio tani është Ervin Saliani, me cilin do të jem në një intervistë për zhvillimet më të fundit. Zoti Saliani, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, faleminderit. E kam quajtur këtë pjesë të emisionit me temën Opozita ndryshe e Ervin Salianit. Dhe kur themi ndryshe, ka të bëj me opozita që shumë çka mund të bëjë në parlament, ju jeni jashtë parlamentit për shkak të zhvillimeve që dim, po ama bëni një opozitë të fortë. Madje keni bërë atë edhe në kohën kur keni qenë në qeli. Tani që ka nisur parlamenti, si ndjeri jashtë saj? Jashtë ti? Nuk ka diskutim që është një privim edhe një, po themi, padrejtësi e shtuar që u bë dhe që qartësisht qëllimi i burgosjes time politike ishte për të më shmangur nga aktiviteti politik. Pra, i gjithë dënimi që ishte për herë të parë në historinë, po themi, institucioneve shqiptare në këto 34 vite, u bë i tillë që jo vetëm të më izolonte nga fushata aktuale në atë moment, fushata e zgjedhjeve të vitit 2025-11 majt, por edhe të më pamundson të themi aktivitetin politik. Por siç e kam thënë edhe në të kaluar, besoj që kam treguar edhe në momente kur nuk kam qenë në parlament, sidomos periudhën 2013-2017, që jam bashkuar Partisë Demokratike në opozitë dhe kam bërë një opozitë që besoj kam pasur intensitet më të madh se një pjesë e kolegëve të grupit parlamentar të asaj kohe. Nuk është se në pikpamje, po themi, të prodhimit të aktivitetit politik, nuk është se më pengon, po diskutim që është një disavantazh në raportet, po themi, apo në përplasjet që mund të ishin institucionalisht me kundërshtarët, për shkak se, si që e dini, ata nuk shfaqen në për media dhe mirë bëjnë, se të turpruar duhet jenë. Pra, edhe kur shfaqen në për media apo në aktivitete, ka një lloj, po themi, turprimi që e kanë instiktiv, sepse nga, po themi, të vetëdijshëm nuk kanë turp edhe cip, por ka një lloj turprimi dhe duhet jenë turpruar për shkak të atyre që bëjnë. Qëndrojmë pak tek ju, sepse ju jeni figura më e goditur e opozitës, se kam fjalën më tepër që mori Kosto, dhe kjo në shërbim të gjithçkaje për opozitën e denoncime për pushtetin, dhe jeni ndër figurat që keni bërë, siç e tham, një reagim apo fushat gjithkohës intensive. Si ndiheni sot, pasi ka kaluar kaq shumë kohë, që jeni politikan me shumë kosto, po nga ana tjetër edhe me shumë bonuse? Shkos pari, më vjen mirë, po themi, që publiku e ka lexuar ashtu siç ka qenë. Pra ka një lloj, po themi, ndjeshmërie nga ana e publikut apo qytetarëve për të ndarë të drejtën nga e padrejta, pavarësisht përpjekjeve apo tentativave propagandistike të kryeministrit, se siç dihet nga të gjithë, ishte një vendimarrje e kryeministrit. E tha përpara dënimin tim, tha gjatë kohës që ishte një gjykim, tha, po themi, e shfaqi gëzimin dhe ka qenë rasti i parë ku shfaqi një qëndrim raport me vendimet gjyqësore, me një lloj gëzim. Madje edhe u pyet për këtë, sepse bëri përshtypje. Pra ishte reagoi vetë, jo me gëzim, po ishte si një lloj eksitimi, as ekzaltimi, ishte një instinkt, pra ishte në gëzim të madh. Pa diskutim që ka të bëj edhe ndjehemi nderuar që se tani që po merrem me çështjen edhe për të përgatitur ndërkohë për Strasburg, kam parë që qindra raste që kam denoncuar, të gjitha thuajse janë faktuar dhe koha më ka dhënë të drejtë në çdo rast të denoncimit. Besoj që dënimi ka qenë një lloj mesazhi jo vetëm për mua, por për gjithë tjerët që keni marrë sinjale të reja. Kush e mund të sinjal, po themi, në kuptimin e perceptimit që u kriju në publik, që kush e mund, unë e kam mundur Edi Ramën aty ku kam pasur apo ku më janë ngarkuar detyra nga ana e Partisë Demokratike. Pra, që kush bën betejë të drejta, kush nuk dorëzohet, kush nuk thyet, po më thënë përfundon në burg. Po për mua nuk ka ndryshuar asgjë, thjesht është një medalje që ka marrë, pra vendimin gjyqësor të vendos në një kornizë në zyrë, si medalje që ka marrë në betejën me një autokrat që me sa duket po dëmton jo vetëm Shqipërinë dhe ka dëmtuar Shqipërinë, po dëmton jo vetëm dhe ka dëmtuar dhe ka çuar Shqipërinë në një autokraci ku nuk ka institucione dhe demokraci, por me sa duket po shkatron edhe bashkëpunëtorët e vet një nga një. Unë fola për këtë pjesën si bonus që ju keni pas zhvillimeve që keni patur personale, por a ndjeni ju këtë edhe tek
njerëzit, tek qytetarët e thjesht, në momentin kur bëhet fjalë edhe lakohen zgjedhjet në Partinë Demokratike. A ndjeni ju një simpati të shtuar për të shkuar edhe më tej, e kam fjalën këtu, qoftë në pozicione drejtuese në partinë që ju përfaqësoni? Shkoj, e kam thënë dhe e them edhe po e përsëris që pa diskutim që cili do që ka një lloj mbështetje, po themi, masive dhe të shtuar dhe një popularitet të caktuar, pra ndihet i përgdhelur në sedër apo po themi janë të mirë se ardhura të gjithë simpatitë e publikut. Po kjo nuk më bën që të jem pa eksperiencën e dur apo pa po themi vetdijen e plot që qëllimi kryesor që ka sot çdo opozitar është që të rrëzojë Edi Ramën dhe çdo po themi shfokusim i cili nuk bëhet me diskutime të caktuara të brendshme përpara se sa të ketë po themi diskutime publike apo qëndrime publike, të më bëj të marr vendimare që nuk do ta ndihmonin opozitën. Kështu që pa diskutim që e ndjej, besoj që ndihet në publik një lloj po themi po e quaj edhe solidaritet për shkak të padrejtësisë që u bë, nuk është pak të izolohesh 10 muaj pa arsye, po akoma më keq me po themi një vendimarrje apo me një qëndrim që unë kam pas në publik që solli pasojë pozitive për shoqërinë. Pra, beteja ime ka qenë një betejë me krimin dhe me korrupsionin, denoncimi im solli si pasojë në shoqëri izolimi në një personi të dënuar me 7 vite e 4 muaj burg, ndërkohë që unë dënohem për shkak se kam thënë të vërtetën. Kështu që nuk më bën që të kem, po themi, që të fluturoj, po e them kështu. Zoti Saliani, është një periudhë e fshirë e jetës tuaj kjo pjesa e 10 muajve të qëndrimit në qeli, apo s'ka ditë që nuk ju risillet në vëmendje, sepse një element, një detaj mund t'ua rikujtoj? Shko, nuk është e lehtë. Sepse ditën e keni të mbushur, këtu e kisha më tepër. Pavarësisht se unë kam pas një, po themi, kam pas një qëndrim edhe me veten, edhe në publik besoj që e kam transmetuar si një betejë apo si pjesë e një betejë, dhe kjo është një gjë për një element shtesë kostoje që në përballje me një regjim të kriminalizuar mund të ndodhë, por pa diskutim që të mbeten gjurmë të forta. Pra nuk është një periudhë e pakët 10 muaj izolim në kushte çfarë do të them, dhe mungesa e lirisë, e kam thënë dhe ripërsëris që kur të mungon e kupton se sa e rëndësishme është dhe e kupton sepse e gjithë po themi mendimi njerëzor, apo ai ka mendimit njerëzor në mira vite që ekziston, ka vendosur po themi në fillim të çdo mbrojtje në kushtetut apo në përkarta, mbrojtjen e lirive dhe drejtave themelore të njeriut. Kështu që ndihet, nuk është pak të izolohen e të humbësh 10 muaj nga jeta, pa ato nuk t'i kthejnë njëri fatkesisht. Prandaj në kosto ka momente, po themi që të vinë si bezdi, të vinë si me ndjenja perplekse që duhet i menaxhosh. Megjithatë, ky angazhimi juaj, kjo fushat, le ta themi gjithë kohës, duket sikur është që shkon më vete opozitë, pra një opozit që është Partia Demokratike, por edhe një opozit tjetër, sigurisht që është e pandar, ajo e juaj, pa kam fjalën për nga intensiteti i takimeve që bëni. Zoti Saliani, e para, çfarë ju thon qytetarët kur ju takojnë në këto takimet që ju së fundmi zhvilloni, dua diçka personale për ju, lidhur me shqetësimet e tyre, por edhe lidhur me besimin që kanë tek ju, dhe si apo sa ju mirëpresin kolegët tuaj në selinë e Partisë Demokratike me gjithë këtë hovë që keni marrë, duhet thënë, duhet pranuar. Nuk ka diskutim që tek njerëzit ka një mbështetje, po themi, masive dhe ka dhe një lloj ndjeshmërie që e kuptojnë në takime, që mund të jetë edhe mall apo përmallim për shkak të po themi të mungesës së takimit fizik për një periudhë të caktuar, se kam qenë gjithkohë në aktivitet, nuk është se po bëj tani që kam dalë nga burgu. Dhe nga ana tjetër ka dhe një, po themi, mbështetje edhe nga ana kolegëve. Pra, unë kam qenë takim në Korçë, kanë qenë të gjithë kolegët deputet dhe të gjithë struktura e lartë e Partisë Demokratike. Pra jam dhe do t'jem në zgjedhje në Tiranë për të mbështetur kandidatin e pavarur Florian Binaj, kandidati i shkëlqyer i mbështetur nga opozita. Do të flasim dhe për të. Në Tiranë, dhe shoh një mbështetje, po themi, masive që vjen e shoh tek
njerëzit që lëvizin në drejtim ku jam për të takuar, apo tek ajo që ju thoni si pyetje me të drejtë që çfarë thonë, ka një padurim të njerëzve për pyetje kryesore është që kur do ik Rama. Pra kjo është pyetja për ju personalisht? më e rëndësishme që kanë. Kërkojnë diçka më tepër nga ju? Pa diskutim që kërkojnë dhe prandaj unë jam me intensitet më të shtuar, sepse edhe pritshmëritë janë më të mëdha dhe kjo është e dukshme. A ja u thonë sikur të ishit ju, për shembull? Ju pyes drejt për drejt. Në politik, jo, unë përgjigjem drejt për drejt, dhe kam pas një qasje tjetër në komunikimin me publikun edhe me njerëzit. Pa diskutim që ka, po themi, qytetarë, mbështetës, demokratë, opozitarë që kanë qëndrime të ndryshme edhe të këtij lloji, pra nuk shmanget. Pra politika njerëz që duan, pra është si me tifozërit, që kur jenë publik, disa të duan, disa nuk të duan, disa të mbështesin, disa të vendosin pengesa. Përse u takon kolegëve, jo më kot ju pyeta, sepse edhe brenda llojit mund të kesh një farë apo një formë konkurrence, apo jo. A ka ndonjë aureol në thonjë afrike për personin Ervin Saliani? Që të jemi vërtet... Për personalitetin që ju keni, për reputacionin që ju keni? Shkën partitë politike për parim, nuk ka asnjë diskutim që, sidomos politik, konkurenca është e fortë e ashpër dhe ky është parimi, që të jemi të vërtet me publikun. Ndërsa për Partinë Demokratike unë kam një qasje ndryshe se çfarë po ndodh, unë mendoj që nuk ka, po themi, nuk ka rivalitet aq sa duhet të ketë. Pra rivalitetet, konkurencat, përplasjet, xhelozit për shkak se cili do që të avancoj më shumë se sa tjetri, që janë të normalshme në politik, nuk janë aq sa duhet. Pa duhet të ketë edhe më shumë. Kështu që nuk është ofesh si në një ekip futbolli ku secili duhet stërvitet sa më shumë për të kapur vendin informacion. Dhe vetëm në këtë formë ekipi bëhet kampion dhe del fitues, del në vend të parë. Ka disa mendime që në selinë e Partisë Demokratike shkurt nuk gëlon selia e Partisë Demokratike, po këtu nuk futet lideri i saj, kryetari i Partisë Demokratike, i cili duhet thënë dhe duhet pohuar që është më se intensiv. Konferenca për shtyp, deklarata për median, rrjetet sociale që gëlojnë përsëri, por nuk është se ka një formë organizimi apo nuk ka diçka që të lëviz fort në Partinë Demokratike. Kjo përsa i takon, mora, le themi, një buqet komentesh të shumë qytetarëve që mbështesin dhe kanë besim tek opozita. Ju e takoni zotin Berisha, zhvilloni takime shpesh me të? Pa diskutim. Pra kam komunikim të shpesht me zotin Berisha dhe kjo që ju thoni, pra nuk është vetëm perceptim, që ndronë pak sa. Pra dhe e thash edhe pak më përpara që duhet të ketë më shumë konkurencë, rivalitet, përpjekje për të treguar që garohet, qoftë edhe për performancën publike, qoftë edhe për kontaktet me qytetarët. Pra ka qenë apo është një perceptim i cili është afër të vërtetës, që dhe gjatë fushatës elektorale ka qenë kështu. Pra që zoti Berisha ka qenë me distancë më shumë aktivitet dhe përpjekje dhe beteja se sa po themi jo të gjithë, pa diskutim që dikush më pak, dikush më shumë, por ka pas një lloj apatie në një pjesë të caktuar të drejtuesve apo të strukturave të partisë për të ndjekur ritmin e kryetarit të partisë. Pra kjo është evidente dhe nëse do të thosha ndryshe, do të isha i pavërtet. Dhe pa diskutim, kjo është pranuar, po edhe zoti Berisha e ka thënë që e ka thënë me një term të fort, mendoj unë, por që besoj që duhet jetë në këtë drejtim duhet jetë më i shpejt hapi që Partia Demokratike duhet jetë, të rritë për të rritjes Partisë Demokratike dhe të një po themi formatimi ndryshe të Partisë Demokratike, qoftë në pjesën e strukturave, qoftë në njerëzit që komunikojnë me publikun. E kuptoj. Mirë, do t'i kthehemi përsëri bisedës për Partinë Demokratike, për zgjedhjet që do t'jenë në prill, sepse kam një tjetër blok pyetjesh për këtë, por dua të bëjmë një miksim të bisedës dhe me disa zhvillime të fundit. U dha lajmi orët e fundit nga kolegja Klodi Lala se numri 2 i qeverisë, zëvendës kryeministria, ministria Balluku, është në nënhetim. Janë zhvilluar kontrollet, lajmet dhe detaja sa dijen. Deri tani janë dhënë çfarë do të thotë kjo dhe sa tronditje krijon kjo. Shko, pa diskutim, nëse lajmi konfirmohet zyrtarisht, Edi Rama duhet të dorëhiqet.
Pra Belinda Balluku është person i mirë rëndësishëm në qeveri, jo vetëm në duke, po është zëvendës kryeministre dhe ministre me portofolin më të madh dhe njeriu me mbështetje politike të fortë. Pra është drejtuesja politike për zgjedhjet e pjesme të Tiranës. Pra politikisht është njeriu mirë rëndësishëm jo vetëm për shkak të vendimarrjes, por edhe për shkak të besimit që është dhënë nga Edi Rama për të qenë, po themi, personi i pushtetshëm në qeverisje. Kështu që nuk besoj, sepse nuk është rasti izoluar, nëse konfirmohet, po themi, që të jetë ashtu siç është raportuar në media, Edi Rama duhet të dorëhiqet. Apo do të ishte i dyti rast që zëvendës kryeministri numri 2 pas Edi Ramës, numri 2 për shkak të pushtetit në Bashkinë e Tiranës, pra për shkak të pushtetit faktik, që është Erion Veliaj, një buqet e madhe ministrash, janë bërë thuajse më shumë se 20 kryetarë bashkie të cilët tregojnë një model korruptiv dhe kriminal të ndërtuar nga Edi Rama. Dhe këtu pastaj nuk kemi të bëjmë me përgjegjësi individuale më të këtyre individëve, duket që shtysa kryesore për të prodhuar paligjshmëri në këtë republikë është Edi Rama. Se nuk mundet që të jetë të gjithë ekipi, po ky të jetë më i pastër. Dhe në raport me moralin publik dhe në raport me si funksionon dhe si duhet funksionojë politika në demokraci, përgjegjësi për të gjitha vendimarrjet, të gjitha këto rastet që kanë ndodhur për shkak të vendimarrjeve që kanë bërë qeverisja. Po, patjetër. Kështu që në këtë kuptim Edi Rama duhet ta mbyllë historinë vet ose duhet bërë çdo përpjekje pasaj që Edi Rama të largohet një orë më parë. Po është e qartë që nuk kemi më mbas këtij rasti, nuk kemi të bëjmë ne nuk është se nuk e kemi thënë, nuk e kemi ditur, nuk kemi të bëjmë me raste individuale, po kemi të bëjmë me një skem të mirëfillt paligjshmërie, korrupsioni që drejtohet nga Edi Rama. Megjithatë, Belinda Balluku, sikurse edhe ministrat e tjerë të kabinetit qeveritar, është e sapo riemëruar, le të themi kështu. Dhe emri i saj nuk është se nuk është lakuar, madje nëse ka patur një kërshëri apo kuriozitet kur Rama do të bënte ditur emrat e kabinetit qeveritar në Asamblenë e Përgjithshme e Partisë Socialiste, ishte pikërisht emri i zonjës Balluku, nëse do të ishte apo jo në kabinet qeveritar dhe çfarë pozicioni do të kishte. Çfarë taktike e Ramës ishte për ta mbajtur përsëri Ballukun, po aq pranë sa që ka? Po si që thashtë është Edi Rama, pra Belinda Balluku është Edi Rama. Pra nuk është se ka ndonjë diferencë. Dhe për shkak se është në qeveri, pra ky nuk është një lloj bonusi, por është vërtet që nga të gjithë ministrat është e vetmja ministre që është politike. Pra po të shohësh ministrat e tjerë, duhet mendosh shumë kush janë për t'i kujtuar. Pra nuk kanë një performancë, nuk kanë një aktivitet politik, nuk është se kanë një ide politike që qarkullon në publik, nuk është se kanë një aftësi organizative apo mbështetje qytetare, dhe për këtë arsye ka qenë diskutimi nëse duhet të jetë apo nuk duhet të jetë. Pra këtu diskutimi është që ky rast është një rast që tregon atë që besoj ju e keni parë në publik, që ka më shumë një egzaltim për këtë lajm brenda Partisë Socialiste që ka ndodhur, për të siç po duket që Partia Socialiste janë apo Edi Rama fakt është kthyer një lloj, mund të duket pak brutale, apo si një lloj si ato grirset e mishit, ky grin jetë njerëzore për të mbajtur pushtetin. Dhe egzaltimi që ka në Partinë Socialiste për këtë rast, apo po ta shohësh edhe të disa media që janë ekstremisht mbështetëse të Edi Ramës, që kanë një lloj egzaltimi për këtë rast, tregon në fakt që Partia Socialiste vet mund të jetë në këtë lloj zilie edhe xhelozie. Apo konfirmim mes kolegësh, sepse edhe ju njihni jo pak, edhe nga... Unë nuk është të komunikoj në fakt me përfaqësues të Partisë Socialiste, por duket qartë që ka një lloj egzaltimi nga ana Partisë Socialiste dhe kjo duhet parë nëse është një lëvizje, nëse do të faktohet, po themi, ky lajm zyrtarisht dhe do të provohet, çka duket që është kështu duket... I bie që të zënë Ballukut këtë kundër edhe brenda të vetëve. Po kjo nuk ka diskutim, po puna është... A është një lëvizje Edi Ramës, se këtu duhet të themi edhe të vërtetën. Pra, një sistem gjyqësor që kontrollohet nga Edi Rama dhe që bën çdo lëvizje që Edi Rama thot në publik, pra del Edi Rama në asamblea që e quhen të vetëm edhe thot Spaku duhet toj Berishën dhe Metën, të dy merren
të pandehur dhe zoti Meta ish president, ish kryeministër, ish kryetar parlamenti rrin burg pavarësisht se nuk është përfunduar gjykimi apo ja. Zoti Berisha pati 10 muaj apo 11 muaj izolim, dele dhe thotë që si e kishte emrin ky kryetari bashkisë VAUD-s që shiko se po lun me 2 porta, dije doli lajmi që se ku ishte porta që duhet bënte gol ky dhe jo porta tjetër, kështu që në këtë kuptim ai që është po themi për të sqaruar për publikun dhe që besoj që koha shumë shpejt do të sqaroj që kjo është një lëvizje e Edi Ramës për të kënaqur po themi të gjithë pakënaqësitë që janë brenda Partisë Socialiste me zëvendës kryeministrën apo është një lëvizje e drejtësisë për shkak të luftrave të brendshme. Megjithatë do të shohim se si do të shkojnë ngjarjet, si do të jenë zhvillimet. Në bazë të informacioneve të kolegës Klodi Lala është thirrur zonja Balluku në SPAK ditën e hënë, mendojnë se do të shkojë, ka gjasa që të paraqitet, si po kjo është nuk për mua nuk ka rëndësi do shkojë, nuk do shkojë. Nëse ka ndodhur është një fakt po themi që e dëmton rënd qeverinë dhe që duhet bëjë që Rama të doriqet. Të gjithë elementet e tjerë mund të kenë po themi këshëri apo kurreshtje mediatike për të kuptuar se si sillet çdo individ, qoftë ky edhe me pushtet në raport me vendimarrjet e caktuara të institucioneve të drejtësisë, po fakti qëndron. Nëse njeriu më i pushtetshëm që është Edi Rama në këtë rast, edhe në rastin e zonjës Balluku është Edi Rama që merret në netim në fakt, Edi Rama duhet t'jap dorëheqjen dhe t'jap rrugën që Partia Socialiste edhe për shkak të këtij entuziazmi që duket në enturazhin e Edi Ramës për këtë rast të bëjë të mundur që të ndryshojë drejtimin e partisë dhe të reformohet dhe të reformatohet, dhe po diskutim të japi rrugë zgjedhjeve. Megjithatë ne jemi gjithmonë në këto kushte ku flasim, Edi Rama duhet t'japi dorëheqjen për x gjë që ka ndodhur. Por asgjë nga këto s'ka ndodhur dhe është normalizuar siç kemi parë. Rasti i Ballukut mund të jetë ndryshe tani? Domethënë nga ajo çka mund të ndodh duke qëndruar me këmbë në tokë apo thjesht është e radhës edhe Ju jeni në drejt plotësisht që bëni këtë pyetje apo këtë konstatim. Unë flas se si duhet të jetë dhe si duhet të funksionojë një demokraci siç funksionon në të gjitha vendet. Në demokraci, kur të ndodhin këto raste, kryeministri mban përgjegjësi dhe jep dorëheqjen. Në rastin e Shqipërisë, fakti që Edi Rama qëndron me forcë pa pyetur për asgjë çfarë ndodh në këtë republikë, tregon atë që e kemi thënë, që jemi në autokraci. Pse keni parë për shkak të ndonjë ndodhie, cila është diferenca, që po ndodh edhe tani. Arrestime apo pavarësisht se është një term që nuk më pëlqen fare për të qenë i vërtet kjo arrestime, burgosje etj, por kështu po ndodh në Shqipëri, arrestime të zyrtarëve të lartë në po themi në përbot, e dini cilët janë vendet për t'u thënë qytetarëve cilët janë vendet që kanë më shumë arrestime të personave pas liderit, qoftë në nivele të larta? Vietnami, Kina, Kambodja, Butani. Pra kjo nuk tregon për nivel demokracie, tregon për nivelin e lartë të, po themi, ashpërsisë që ka autokrati dhe të frikës që cili do individ që ka afër në një moment mund të rrëzojë nga pushteti. Pra edhe ky rast tregon edhe një herë tjetër këtë gjë. Që Edi Rama si autokrat po prodhon të gjithë këto element për të marrë njerëz dhe për ta shmangur përgjegjësinë nga ai, por në fakt përgjegjësia është Edi Ramës. Tani, jo për të bërë interpretime apo lexime mimikash, pas raportimit të lajmit, mbrëm News 24, jo mbrëm paraditen, në fakt në Klodi Lala, pati një reagim të SPAK-ut, ku tha se nuk ka asgjë për të thënë për median, po ashtu pati edhe një publikim në rrjetet sociale të vetë ministres Balluku, zëvendës kryeministres, në tren, në udhëtimin që vetë përshkruante. Si e pata të postim? Apo ishte thjesht rastësor që duhet dilte apo parashikuar, programuar që duhet dilte në atë kohë, siç ndodh me, se s'është hera parë që shohim diçka të programuar për të publikuar. Apo ishte diçka, le të themi, pas fortune dhe mund të lexojmë diçka më ndryshe? Shka, jo që lexoj unë dhe që lexon gjithë publiku është që në Shqipëri, në këtë republikën tonë, në çdo rast, pra dhe këtu ka një përgjegjësi strukture posaçme antikorrupsion, njerëzit arrestohen apo hetohen apo po themi marrin masa në publik disa muaj përpara se sa të ndodh. Ne këtu duhet merremi me seriozitetin e institucionet. Po që do thot kjo që ne edhe sot diskutojmë, po themi që ka ndodhur, nuk ka ndodhur, është në netim, është e pandehur, s'është e pandehur,
Por nëse do tjetë dhe do të rezultojë e vërtet, përse duhet të di këtë, po themi, publiku me amëndësime më përpara, për nga dalin këto informacione, ndërkohë që duhet të ketë komunikim zyrtar të SPAK-ut dhe duhet të jetë në kushtet siç duhet të funksionojë në bazë të kodit të procedurës dhe kushtet një ndërhyrje të vogël këtu. Nga se njihni ju institucionet e drejtësisë, sepse po themi gjithkohës në rast se është i vërtet apo në rast se del i vërtet, edhe pse ne kemi shumë besim tek burimet e gazetares, po në kuadër të asaj që ju thatë, mund ta mohonte SPAK-u me njëherë këtë gjë? Apo vetë prokurori që përmendet, apo qoftë edhe vetë Balluku? Po mund ta pohonte, se nuk duhet nisemi nga mohimi. Nëse ka ndodhur një lajmërim i cili ka datë të caktuar dhe ka element të caktuar, mund ta pohonte. Por ç'është kjo, ç'është po themi kjo tymnaj, ç'është këtu për ku diun është emision po themi argëtues që njerëzit duhet i mbajmë në këtë po themi suspancën që qa po ndodh, qa po bën SPAK-u, po u ngrit, po ul, po e thirri, po se thirri, mund të pojë që po, ka një njoftim për thirrjen e zonjës apo të kujdo që kanë kështu raste, siç e kanë bërë. Edhe pse konferencat ata e kanë shumë të rralla, në raste të caktuara, rasti. Po mund të njoftojnë se e parë që dihet të gjithë mediat thuajse, kishin bërë njoftimin që nuk kemi asgjë ne për të thënë për mediat. Po që do thotë kjo, ka media dhe ka një interes publik për të pyetur, është thirrur apo jo, po flitet ku jetojnë këta, jetojnë në botë më vete. Po hohet dhe thuhet po, ka një kështu, pra nuk shkel as hetimin, as ligjin, po madje jep drejtim kësaj situate për të bërë një diskutim pasaj të vërtet në raport me vendimarrjen që merr SPAK-u për çështjen e tjerë. Pra kjo suspansa dhe krijimi kësaj idesë që bëhet në përgjithësi që flitet një vit në media, do ndodh kjo, do ndodh ajo. Pasaj ndodh një ngjarje më duket më shumë si një pengmarrje e debatit në publik për të mos e bërë debatin e plotë dhe real ashtu siç është. Tani, për të larguar nga kjo pjesë, por duke e lidhur pak me opozitën. Pavarësisht në fakt se duhet të them këtë se pasaj mund të bëhet mund të krijojë një keq kuptim. E kam bërë në të kaluarën, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme në raport me Bartin, dhe bëj dhe sot që unë i inkurajoj çdo prokuror të ndershëm me integritet ka shumë në atë strukturë, të cilët duhet të kryejnë dhe të shkojnë deri në fund, po themi, hetimeve dhe të zbatojnë ligjin dhe kushtetutën për çdo rast të dyshuar korrupsioni apo krimit organizuar, siç është organizuar dhe për këtë duhet inkurajuar, ashtu siç duhen kritikuar për çdo rast të tejkalimit të drejtës, siç ka ndodhur. Dhe për çdo tejkalim siç po duket edhe në këtë rast të këtij elementit të një suspanse apo të mos reagimit kur gjithë Shqipëria flet për këtë apo jo. E kuptoj. Mund të kishte ndoshta edhe një deklarat nga vetë zonja Balluku, nuk ka ndodhur, megjithatë nuk kemi pse merremi me këtë, mund të jetë një taktikë ndryshe. Po themi, aty është taktikë pasaj e personit në tim, po në këtë rast, por vetë institucioni duhet, se unë nuk besoj do të shmanget, nëse do të ketë një nuk i shmanget do të, se nuk është me dëshirë kjo puna me drejtësim pasaj. Pra do jetë detyruar se do duket hyrje dalje përgjegjësia e tjerë. Por, zoti Saliani, duhet ta lidh pak me opozitën tani. Kam vënë re që nuk është se i pëlqen shumë opozitës apo personave që janë të ftuar, nisur nga studio ime, po kam vënë re dhe masivisht kur bëhet pyetja përkufizojnë pse thuhet gjithmonë po opozita çfarë duhet të bëj. Dakor, nuk merremi me këtë pjesë. Po duke qëndruar tek pjesa e Ballukut, jo, më lini vetëm ta përfundoj. Tek pjesa e Ballukut ka një aktivitet parlamentar, një jetë parlamentare që nëse dilet dhe zyrtarisht me komunikimin nga SPAK-u, i bie të jetë një jetë parlamentare shumë e vështirë për rastin fjalë. Si duhet ta shfrytëzojë opozita këtë rast për të bërë opozitarizmin e vetë dhe në të njëjtën kohë kur vetë Partia Demokratika e ka denoncuar jo pak zonjën Balluku, zoti Bardi, pak ditë më parë, pikërisht për këtë që flasim sot. Unë nuk hyj tek ata, po themi, individ që mendoj që opozita është lule mos më prek. Pra opozita është në pjesë e, po themi, po e quaj kështu lojës politike, lojës institucionale nëse e quaj kështu apo ndërtimit të institucioneve të një vendi dhe i nështrohet kritikës publike dhe gjykimit publik njësoj si çdo forcë tjetër politike që mund të jetë mazhoranca apo në opozitë, se nuk është vetëm Partia Demokratike. Kështu që unë besoj që kjo i shërben Partisë Demokratike dhe niveli i përballjes dhe i kritikës për tu përmirësuar, se bën që të jetë më konkurruese në raport me veten, po edhe me
me po themi kundërshtarin politik. Po thënë kjo duhet të thënë tjetra që nuk mund të jetë fokusi vetëm tek opozita. Pra, nëse ndodh që merret në tim Belinda Bolluku thotë po opozita çfarë do bëj? Opozita në këtë rast ka fjalën që po thotë që nuk ka diskutim. Së pari ka një përgjegjësi, po themi të rëndësishme politike, që është Edi Rama, që duhet jap dorëheqje. Apo jo, pra qeveria nuk mund të qëndrojë dot kur po i ndodhin me qindra raste tani, jo me dhjetra, të arrestimit të personave apo të vendosjes në hetim të zyrtarëve të lartë të saj në të gjitha nivelet. Disa për korrupsion, disa për lidhje me krimin, disa për ushtrim ndikimit të palishëm në drejtësi, disa për pastrim parash, pra çfarë duhet të ndodhë më që një qeveri tik, dhe këtë po e bën opozita dhe po e kërkon. Dhe në këndvështrimin tim, pa diskutim, e kam thënë përpara, po e them prap, edhe ky rast duhet shërbej që opozita të organizojë protesta të fuqishme për të treguar që këto raste as nuk mund të normalizohen, as nuk mund të pranohen, dhe pa diskutim që të ngrej në nivelin e një, po themi, shkundje të gjithë shoqërisë, të apatisë shoqërisë për të bërë mundur që të reagojë për këto situata. Pra është koha për protesta, po a është koha që të bashkohen dhe qytetarët nga perceptimi juaj, nga çka ka ndodhur deri tani, sepse nuk është se ka një frym për të protestuar, duhet të thënë. Unë besoj që ka një frym revolte tek qytetarët dhe këtë e ndjej në çdo takim. Por jo për kthyer besim tek opozita. Por nuk ka rëndësi, ne nuk po kërkojmë në këtë rast, nuk po them që të dalin për të dhënë besim opozitës. Të dalin dhe të reagojnë, vjedhja nuk i bëhet vetëm opozitës, nuk i bëhet Partisë Demokratike, vjedhja e fondeve publike i ndodh çdo qytetari, padrejtësia i ndodh çdo qytetari, mungesa e rregullave të barabarta të lojës i ndodh çdo qytetari, përdorimi i institucioneve publike për interesin personal të Edi Ramës i ndodh çdo qytetari, apo jo. Nëse në të kaluarën ka ndodhur që në shumë raste nuk ka pas reagim, pra ka pas reagim nga shtëpia, nga shtëpia ka pas reagim për çdo padrejtësi. Duhet që të gjithë qytetarët të mblidhen dhe të reagojnë përpara institucioneve për të larguar Edi Ramën. Pra kjo është më së qartë se shikoni, këtu ka një gjë që duhet thënë. Edi Rama nuk po tenton të qeverisë nëpërmjet besimit apo nëpërmjet programit, po qeverisë nëpërmjet frikës, si çdo autokraci. Pra ndodh që bën burgosje politike dhe unë e kam provuar vetë, ndodh që bën goditje për interesa politike dhe ju e keni provuar vetë, pra ndodh që kur nuk i nështrohesh linjës editoriale që do Edi Rama dhe jep mundësi publikut, siç ka ndodhur me grupin tuaj mediatik, ai vendos tritolin, vendos gjobat, shkon në absurditete ku persona të cilët duhet të jenë të izoluar për shkak të rrezikshmërisë shoqërore, siç janë drejtuesit e tatimeve në këtë vend, kanë guximin që të vendosin gjoba për një godinë e cila e ka parë gjithë Shqipëria që është shembur para 3 vitesh dhe kërkojnë tatim. Pra këtu po shkon absurditeti në nivele që nuk ka ndonjë ndryshim Edi Rama që vret, po themi në kuptimin figurativ, institucione në këtë vend me ata rrugeçërit nëpër rrugë që vrasin që thonë që pse më peshtrembër. Kjo punë është pse më peshtrembër. Tani, a duhet të ketë reagim të shoqërisë për këtë? Unë besoj që po. A ka revolt shoqërisë? Pa diskutim çka. Ajo që i takon opozitës është që të frymëzoj për të vrarë frikën dhe të jetë opozita dhe gjithë drejtuesit e saj në ballë të kësaj përballje me Edi Ramën. Mbrim pak tek opozita tani dhe në zgjedhjet që ka opozita brenda saj. Zoti Saliani, është një pyetje që ja drejtova edhe zotit Gjek Markaj ditët e djeshme. A është kandidatura perfekte zoti Berisha për drejtimin e Partisë Demokratike për të përballur edhe në zgjedhjet e 2029-s? Pra, përballë Ramës, kandidatura për të qenë kryeministër e Berishës. Shko, unë besoj që perfeksionin... Për ta lidhur me atë reformimin që Po, perfeksionin ose jo e vendos në politikë vendos vota. Pra, pa diskutim që zoti Berisha është simbol në Partinë Demokratike. Por nëse konkuron Berisha, çfarë... Për shkak të trashëgimisë, por nëse konkuron Berisha, duhet që kushdo që ka ata ambicje të konkurojë me zotin Berisha. Ka figura që mund të përballen me Berisha? Po potencialisht patjetër. Pra, Partia Demokratike nuk është një parti e vogël. Unë po them që cili do në politikë që ka ambicje të caktuara dhe që mendon që mund të bëjë më mirë dhe është më në perfeksion se zoti Berisha, duhet t'y ngarë dhe të tregoj që merr më shumë vota se sa zoti Berisha. Ju si mendoni? Pra, ky është parimi. Qëllimi im është të rrëzoj Edi Ramën, jo Sali Berisha. Po,
Po pa diskutim, edhe diskutimet që mund të duken në publik të ndryshme të mijet nga një pjesë e kolegëve, janë për këtë arsye, se unë mendoj që Partia Demokratike duhet të perfeksionohet, me qenë se ju e përdorë të termë me të drejtë, dhe duhet arri kandidatura perfekte për opozitën. Edhe për te limitit vetë, pra duhet të shkoj më shumë se sa 100%, për të te kaluar këtë nivelin e deformimit të vullnetit votuesve që bën qeveria, ose për të bërë këtë tjetrën, që po them, që të frymëzoj qytetarët për dalë protestë. Dy rrugë ka se si rrëzohet Edi Rama, me paralizim të jetës në për rrugë, ose me te kalim të krijosh një mas të atill votuesish që të te kalosh deformimin e vullnetit të votuesve. Pra ky është diskutimi themelor dhe besoj që diskutimi për drejtimin e partisë është një diskutim tjetër pasaj në 2029 për drejtimin e po themi qeverisë, sepse ju e dini që Partia Demokratike me statut ka që kandidati për kryeministër do të votohet. Po i qëndroj pak se edhe kohë deri unë besoj që koha, do me thënë koha për të diskutuar për Partinë Demokratike është në të ardhmen, kohë që të rrije Edi Rama në qeverisje nuk ka. Dhe kjo duhet shkurtuar një ditë më parë. Të fort duhet dhe ka përballë, ju thoni, Berisha është personaliteti më i mirë për të qëndruar përballë Edi Rama, sepse dikush tjetër nuk ka. Jo, nuk e thash këtë, se mbase mund të jem keq kuptuar. Thash këtë, nëse ka një personalitet tjetër në Partinë Demokratike që po themi, është më jaftë, më i zoti, më mobilizues, më komunikues, më i pëlqyer, duhet të tregoj me votë. T'ja u ribëj pyetje ndryshe. Unë e di që nuk thatë këtë, sepse ka një pjesë shumë të madhe të opozitës që e thonë këtë, dhe në emër të atyre po flisja. Juve ju pyes personalisht, e kuptoj shumë drejt këtë që thoni. Ju vetë, në këndvështrimin tuaj, njihni dhe dini një figurë brenda Partisë Demokratike që mund të garoj me Berishën dhe pse jo, të jetë potencialisht fitues brenda Partisë Demokratike për drejtimin e saj. Më pas pashtaj për të shkuar me garimin me Edi Ramën. Unë nuk e di për derisa nuk është shfaqur. Pra, pa diskutim që unë mendoj që Partia Demokratike ka plot personalitete. Por nga ana tjetër, për derisa kjo nuk është një periudhë zgjedhore në partinë. I kapu duhet i afroj, pra. Nuk është një periudhë zgjedhore. Partia Demokratike duhet të afrojë njerëz për të bërë, po themi, të mundur një parti që ka pluralitet mendimesh, personalitetesh, ekspertësh etj. Po kjo nuk ka të bëjë që do vi dikush nga jashtë dhe do fitojë Partinë Demokratike. Kjo në partitë politike nuk ndodh, apo jo. Pra në Partinë Demokratike vendosen antarët, pra nuk vendos, po themi, gjithë shoqëria. Në shoqëri, në zgjedhje vendosin gjithë votuesët. Nëse do ta kishit të mundur, do ta bënit një gjë të tillë ju personalisht? Po nuk është se kam të pamundur. Nëse do t'ishit në ato kushte. Po pra, mund të garonit me Berishën dhe pse jo me idem për të qenë drejtuesi i Partisë Demokratike? E thash që qëllimi im është të rrëzoj dhe që Partia Demokratike të bëj gjithçka që të rrëzojë Edi Ramën, nëse Edi Berishën. Nëse do ishte në kuadër të saj, do ta bënit? Në këtë kuptim jam i bindur dhe besoj që kushdo që e njeh Partinë Demokratike dhe opozitën, që në Partinë Demokratike çdo zgjidhje duhet që të përfshijë të gjithë elementët, dhe elementin kryesor që është simbol në atë parti që është edhe zoti Berisha. Dakor. Por ju keni penalizimin për 2029-ën që jo, nuk kam asnjë penalizim. Po jo për garën tuaj brenda Partisë Demokratike. Nuk kam asnjë penalizim që në çdo funksion në Partinë Demokratike dhe në këtë kuptim unë nuk po e them për shkak të këtij elementi, po e them për të njohur faktin që Sali Berisha është një nga simbolet e Partisë Demokratike, pra siç mund të jetë simbol logoja, për shkak të historisë, trashëgimisë, të kontekstit historik në cilin ka ardhur në krye të partisë, të po themi gjatësisë në drejtim në qeveri apo në opozitë Partisë Demokratike, zgjidhja duhet të jetë me zotin Berisha. Pastaj, të gjithë elementet... Po jo, do t'i hynit garës me Berishën apo jo? Unë jam në logjikën që cili do që ka ambicje, duhet të bëj pas ka ambicjet e veta për të bashkuar opozitën. Pra, nëse duket që kjo mund të jetë një element që e përçan Partinë Demokratike dhe opozitën, nuk është e durë. Nëse është një element që e bashkon Partinë Demokratike dhe jep më shumë energji, këtu do jemi, do diskutojmë prapë. Do t'i lëmë kohë, dhe unë do ja bërë prapë pyetje. Këtu do jemi. Mirë. Jemi drejt fundit, po duhet flas pak edhe për pjesën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, zgjedhjet që janë në 9 nëntor gjithashtu për bashkitë e tjera, por do ta vendos theksin tek Tirana tani. E cilësuat një kandidaturë të shkëlqyer Florian Binajn.
Do të garoj fort përballë Manastirliut, pse jo për të fituar? Për mua që nisi ka hyrë me avantazh, aq shumë sa ka detyruar Edi Rama të shtyjë zgjedhjet. Pra Edi Rama i ka shtyr zgjedhjet e 9 nëntorit në Tiranë për t'i dhënë kohë. Për të marrë kohë, po. Pa diskutim, për t'i dhënë kohë, për të përdorur gjithë mekanizmat e vet, siç e tregoi raporti i përfundimtar i OSBE Odirit, për të përdorur shtetin që e ka bërë parti shtet për të ndikuar në deformimin e vullnetit të votuesve. Pra Rama sot është i legjitim mbas atij raporti. Florian Binaj ka energjizuar, po themi të gjithë pjesën e pavendosur dhe quhet pjesa gri në Tiranë, ka një mbështetje masive që aty ku është e matshme, pra në rrjete është e matshme që ka një mbështetje shumë masive se sa kandidatja përballë. Dhe është një kandidat që ka bashkuar gjithë opozitën, që bën potencialisht fitues që në nisje, sepse Partia Socialiste dhe në zgjedhjet e 11 majit në Tiranë është më pak se 50%, është 48.2%, mos gaboj. Pra të gjitha të dhënat janë që Florian Binaj të jetë kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës për shkak të mbështetjes masive, për shkak të motivimit jo vetëm të pjesës opozitarëve, po themi që duan Partinë Demokratike, po edhe ata që janë të partive tjera që mund të kenë pak kënaqësi ndaj Partisë Demokratike, po madje po shkoj edhe mëtej, edhe ata që nuk e duan, po themun, zotin Berisha, apo politikën tradicionale të këtyre viteve, duke votuar Florian Binajn, japin mundësi për t'i treguar edhe Partisë Demokratike, por edhe shoqërisë që duhet të ketë ndryshim dhe duhet të ketë profile të këtij lloji. Është edhe thithja e atyre votave që përmend te Binaj, Majtas Djathtas. Pa diskutim, dhe kjo tregon, po themi, është mundësi e artë për qytetarët e Tiranës, si qendra më e rëndësishme kulturore, ekonomike, zhvillimore e Shqipërisë, si që t'jetë avangardë edhe në këtë drejtim, t'i tregoj gjithë shoqërisë që një kandidat i cili nuk i nënshtrohet, po themi, urdhrave të asnjë partie politike, po që vjen si, po themi, nevojë e shoqërisë, po edhe si fakti i angazhimit të madh në kauza publike, në mbrojtjen e drejtave të qytetarëve, të votohet dhe t'i tregohet gjithë partive që kjo është rruga e dur se bolse na keni lodh. Ju si do të angazhojeni në fushatën e Florian Binajt? Unë do t'jem me qenë se ra fjala duke ju bërthirje të gjithë qytetarëve dhe banorëve të zonës, që njëtë si zona e kombinatit, të njësisë 6, unë do t'jem në njësinë 6. Kam nisur që dje takimet. Bastion një majt në fakt, kjo pikërisht kja. Ka treguar paktën në proceset zgjedhore. Në përgjithsisht në sfidat vështira kam qenë, do t'jem në mbështetje të tij në një zonë të caktuar, sipas organizimit, po themi, partiak dhe opozitar që ka bërë opozita për të qenë në mbështetje të kandidatit të pavarur. Pra unë do t'jem aty për të kujdesur për të gjithë mënyrën e organizimit të Partisë Demokratike dhe pa diskutim edhe për të koordinuar me partitë e tjera për të bërë të mundur ndryshimin edhe në atë zonë. Ju e prekët pak më parë, po unë jo më kohë të lash për tani për ta lidhur me zgjedhjet, sepse përsëri do të futemi në atmosferë, jemi në atmosferë fushate zgjedhore, raporti përfundimtar i OSBE Odirit me gjetjet që në fakt i ngjanin shumë edhe atij paraprakut. Por që është një tërheqje veshi shumë e mirë për mazhorancën, për mënyrën se si janë zhvilluar zgjedhjet, për mënyrën se si është shfrytzuar administrata, rrjetet sociale apo gjithçka tjetër. Mund dhe duhet të ndryshojë diçka në një periudhë të shkurtër nga ky raport? Mazhoranca nuk e gjen nga treqja e veshit, dhe t'ia kpusësh veshit dhe jeton ashtu si përbindësh. Mazhoranca do një goditje të fortë që ta palos në vend. Edhe kjo vjen nga reagimi qytetar. Raporti OSBE Odirit praktikisht i ka rrëzuar zgjedhjet. Pra, shteti nuk është garant për funksionimin e garës. Përsëritje nuk ka. Por nuk mund të por kjo nuk i dakon, po themi, ekspertëve të OSBE Odirit thotë bëni zgjedhje apo jo. Ata thonë që shteti thotë që duhet të jetë garanti për të garantuar kushtet barabarta dhe zgjedhjen në Shqipëri, është bërë parti shtet, është bërë me partinë, ka deformim të vullnetit zgjedhësve, ka përdorim të krimit, ka raportim për shitblerje të votave, ka gardë pa barabartë mes kandidatëve, pra nuk ka zgjedhje. Pra, kjo është njësoj si të thuash që po luhet futboll, me qenë se shqiptarët e ndjekin gjithë, dhe janë vendosur 2 ekipe përballë, arbitrat i ka Partia Socialiste,
ka vendosur që porta këtej nga Partia Socialiste tjetë 30 cm, këtej nga PD tjetë 50, ka vendosur që Partia Socialiste të ketë 11 apo 15 lojtarë, Partia Demokratike të luaj me 5 lojtarë, dhe pastaj thuhet që po luajnë futboll. Ka rënë, nuk ka ndeshje, apo jo? Kështu që takon Partisë Demokratike tani që s'pari ky raport të kthehet jo në plan pune, sepse të gjitha rekomandimet nuk zgjidhen asnjë nga ato që ka konstatuar OSBE Odiri. Këtu duhet ndryshim rrënjësor dhe duhet të rrëzohet qeveria. Raporti shërben për të treguar të gjithë botës që institucionet që kanë dalë nga këto zgjedhje janë ilegjitime. Shumë faleminderit zoti Saliani për bisedën. Faleminderit ju. Mirë, ishte biseda me zotin Ervin Saliani, nderuar shikues, në News 24, emision kjo javë, publicitet, kthehemi pas pak në pjesën tjetër.